Një artikull i botuar në vitin 2017 nga gazeta kroate Dnevno.hr shkaktoi reagime të shumta në rajon. Arsyeja ishte pretendimi se themeluesi i dinastisë Karagjorgjević dhe udhëheqësi kryengritjes së parë serbe Gjorgje Petrović, i njohur si Karagjorgje, kishte prejardhje shqiptare. Sipas autorëve të artikullit, familja e Karagjorgjes lidhej me fisin shqiptar të Kelmendit. Ata shkruajnë se gjyshi i tij quhej Gjin Marash Klementi dhe se Kelmendi ishte një nga 12 fiset historike të shqiptarëve të veriut me traditë katolike. Në artikull argumentohet se pas rënies së qendresës së Skënderbeut kundër perandorisë osmane, shumë familje shqiptare u shpërngulën drejt viseve të ndryshme të Ballkanit, përfshirë edhe territorin e Serbisë së sotme. Sipas kësaj teze, njëra prej këtyre familjeve do të ishte edhe ajo nga e cila rridhte Karagjorgje. Artikulli shkon edhe më tej, duke theksuar se identitetet kombëtare në shekujt e kaluar nuk ishin të njëjtat me ato që njohim sot. Autorët argumentojnë se në Ballkan ndodhen shpesh ndryshime të identitetit përmes besimit fetar, migrimeve dhe proceseve të asimilimit. Sipas tyre, shumë familje me prejardhje shqiptare me kalimin e kohës u integruan në popuj të tjerë, përfshirë edhe në atë serb. Në të njëjtin shkrim, gazeta kroate e kritikon mënyrën se sipas saj, politika serbe ndërton mite historike, duke kërkuar që debatet të mbështeten në dokumente dhe argumente. Megjithatë, duhet theksuar se pretendimi për prejardhjen shqiptare të Karagjorgjes nuk përfaqëson një qëndrim të pranuar nga të gjithë historianët. Ai mbetet objekt debatesh dhe interpretimesh të ndryshme në historiografi. Shumica e historianëve serbe kundërshtojnë këtë tezë, ndërsa disa studiues të tjerë kanë trajtuar mundësinë e lidhjeve të hershme familjare me fisin e Kelmendit. Pavarësisht polemikave, fakti që një media kroate publikoi një analizë të tillë tregon se historia e Ballkanit vazhdon të jetë subjekt diskutimesh të forta edhe sot. Dokumentet, burimet dhe interpretimet shpesh ndryshojnë nga një vend në tjetrin, duke sjellë këndvështrime të ndryshme për të njëjtat figura historike. Dhe pikërisht për këtë arsye, historia e rajonit mbetet një nga temat më të debatueshme dhe më interesante për të studiuar.